Policia e Gjirokastrës ka goditur një grup hajdutësh që ishin kthyer në një shqetësim për banorët e zonës së Kultyrës. Operacioni është koduar Mazhan dhe në pranga ran 2 persona të dyshuar, mes të cilëve edhe një i mitur, teksa hetohet edhe për bashkëpunëtorë të tjerë. Gjatë ndërhyrjes u sekuestruan edhe një armë dhe sende të vjedhura. Krimet bëheshin pasi studiohej zona, banesa shënjestër që sulmoi dhe me anë të një thyerje të dyreve apo dritareve. Denoncimi i fundit është bërë nga një qytetar në datën 18 mars për bastisjen e banesës së tij ku ishin vjedhur materiale të ndryshme. Nga veprimet e shpejta hetimore dhe procedurale të kryera nga stacioni i policisë Kultyr në bashkëpunim me komisariatin e policisë Ersek, në kuadër të operacionit policor të koduar Mazhan, u bë identifikimi, kapja dhe arrestimi i autorëve të dyshuar të vjedhjes, konkretisht shtetasit Jurgjim Bramati, 22 vjeç banues në Ersek dhe një 16 vjeçar banues në Kultyr. Baza e grupit ishte një banesë e vjetër në fshatin Mazhan, nga dhe ku mori emrin operacioni. Aty autorët mbanin të fshehura materialet e vjedhura dhe armatimet. Një pjesë e sendeve të vjedhura ishin shitur. Gjithashtu, shërbimet e policisë kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale pajisjet dhe mjetet e vjedhura, të cilat këta shtetas i kishin shitur. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.